Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të vijmë të flasim mbi atë se çfarë po ndodh në raportet mes Edi Ramës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Zoti Merkoçi, çfarë po ndodh në raportet mes Edi Ramës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, teksa nga njëra anë ai priti vajzën e Donald Trumpit, Ivanka Trump, në Shqipëri, dhe nga ana tjetër nuk mori pjesë në samitin e Davosit, teksa tha se ai do duhet kujdesej për vajzën e Trumpit dhe nuk mori pjesë në Davos dhe në këtë mënyrë justifikoi edhe mos pjesëmarrjen e tij. Në fakt, cila është arsyeja e vërtet? Me deklaratën që bëri, tregoi se që ka kthyer në Dado apo edukator kopshi. Pasi asgjë që tha Rama nuk është e vërtetë. Gjëja kryesore është që Rama nuk ka pas ftesë nominale, siç e kishin gjithë vendet e tjera. Pavarësisht u mundua ta shiste si një ftesë i cili e kishte sjellur në emër të tij. Ftesa ka qenë për shtetin shqiptar. Loja që bëri me Blerin ishte që ta shiste dhe të vende emrin e tij si kryeministër në të njëjtën kohë që duhet të vende emrin e presidentit. Dhe buri emrin e tij dhe kjo e bëri i dha mundësi që ky të trumbetonte dhe të thoshte që ka ardhur një ftesë nga Donald Trump. Gjë që nuk është e vërtetë. Pjesa tjetër pastaj, lojrat që ai bëri ishte se takimin ose ardhja e Ivankës është një ardhje personale e sponsorizuar totalisht tashmë nga Rama për të gjithë atë vizitë dy ditore që ajo bëri dhe për të treguar që unë kam një familiaritet me presidentin Trump, pasi vajza e tij vjen në vizitë dhe bëri atë kopjen e keqe që bëri Trumpi me Putinin në Alaska, duke marrë të bien në makinë, se kur e merr në makinë tregon një familiaritet. Gjëja tjetër pastaj që bie në sy ishte që deklarata që ai bëri që preferova mos shkoj në Davos, po të qëndroj dhe të shoqëroj, të jem shoqëruesi i Ivankës në Shqipëri me lejen e babait, tekstualisht kështu tha. Pra, sikur ky kishte folur me Trumpin, edhe ky do të i kishte dhënë leje Trumpit që ky të qëndronte me Ivankën. Gjë, edhe kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Por Rama u tregua shumë i ashpër, shumë i egër, me një mllef të jashtëzakonshëm për sa i përket fjalimit që ai mbajti në parlament, me një gulqim të frikshme, themi, dhe duke si ai luanin apo kur ngordh, vjen ai momenti i fundit, ajo gulqima e fundit e tij e bër, kështu ishte edhe Rama. Rama është i vdekur politikisht në arenën ndërkombëtare dhe aq më shumë në Amerikë. Ashtu siç e kam theksuar për kohësh, qysh nga momenti kur u bë takimi i parë në Gjermani, kur ju thash që Rama nuk shkoi në Gjermani, apo në atë takim nuk arriti dot, domethënë nuk shkoi, nuk arriti dot takoj Trumpin për një arsye thjesht sepse Trump ka një barrierë shumë madhe. Dhe kjo barrierë është Suzy. Suzy është ja u kam shpjeguar që është shefi i kabinetit apo personi më i afërt i Trumpit. Një nga personat dhe sidomos pas vrasjes së Kirk, Suzy ka ngele vetmja që ka afërmitete më të madhe dhe bën agjendën e Trumpit. Pra është ajo që e pengon Ramën. Në një shkrim timin edhe një daljen time kam thënë që Suzy e ka kthy pak personale me Ramën. Emrin e Ramës, domethënë. Duke parë të gjithë çfarë ka bërë, apo duke parë edhe atë që ky ka ndërtuar një mafia shtet në Shqipëri, patjetër që do ketë një pengesë të tillë. Vjen mirë që nga televizioni juaj e kemi thënë, por kam filluar dhe këta analistët tashmë ta përdorin emrin e Suzit. Vjen mirë që ka filluar ta. Megjithëse se njohin, s'dinë se si funksionon, po të paktën ta përdorin, e t'ia përdorin Ramës si armë.
Ajo kujtim që ishte në kuvend ishte, thash, duke si ai kafsha e ngordhur, që jep shpirt. Por duke parë atë blokadë që ka ky me Shtetet e Bashkuara, me administratën Trump sidomos dhe me vetë Trump, u mundua ta shesi dhe të kërkoj një ligj me emrin e tij për ta pasur që nesër kur shkojnë takim, nëse bëhet një takim, shkoj ky, sepse ka i vetmi që ka mandat nga Shqipëria, nga kuvendi. Zoti Merkoçi, po, më falni, të ndalemi pak te Suzy Willis, pra te shefja e stafit administratës së Donald Trump. Në këtë rast, ju mendoni se kjo është dora kryesore e cila lëviz fijet e Trumpit në raport me lider caktuar për t'i lejuar ata që ta takojnë apo jo? Po, kjo është bariera e pathyeshme e Ramës apo çdo politikani tjetër që mund të kërkojë të takohet me administratën Trump apo me Trumpin vetë, dhe sidomos me Trumpin vetë, në mënyrë absolute çdo ftesë, çdo shkresë kalon vetëm nëpërmjet dorës Suzit. Dhe jo më kot ju thash, është personi më i besueshëm i tij, madje nëse do ta keni vënë re dhe kur u bë ceremonia e të ndjerit që u bë ceremonia, në 5 veta që ishin në stafin themin të pjesëmarrës të asaj ceremonie, ishte emri i Suzit. E vetme që kishte emrin, domethënë po ta marrësh kështu, s'kishte një funksion të lartë, po ta marrësh se janë zëvendës presidentë e tjerë, por çuditërisht emri i saj ishte aty. Ishte pikërisht emri i saj. Dhe politikisht kjo tregon shumë, edhe diplomatikisht tregon shumë. Dhe prandaj them që ai është personi më i afërt i Trumpit dhe këtë Trumpi e ka pranuar vetë në ceremoninë kur bori ceremoninë e marrjes së presidencës, kur e thirri në mes sallës, e ka thirrë dhe tha, Suzita është njeriu që nuk flet, por njeriu që ka bërë punën më të madhe dhe më ka dhënë fitoren. Në këtë rast, a mendoni se, përveç Suzy Willis, a mendoni se edhe La Civita ka bërë një punë në këtë drejtim, duke qenë se kryeministri Edi Rama e përmendi në seancën e fundit plenare duke e quajtur Latifi, ose më saktë duke u drejtuar opozitës se ku e keni Latifin? Jo, La Civita ka atë pjesën e ai e ka pranuar vetë. La Civita ka pranuar vetë që unë në fushatën e Trumpit nuk kam qenë parsori, nuk kam qenë i pari, domethënë në këtë fushatë se kanë qenë tjerët, pra ka qenë Suzy e para në fushatën e Trumpit. Dhe ajo që ishte, ai e kërkoi ta ignoronte opozitën me La Civitën, sepse ishte opozita që në zgjedhjet braktisi fushatën, nuk bëri asnjë lloj fushate dhe u mor vetëm me emrin e La Civitës, duke thënë se ky është ai që do sjellë fitoren, ky do rrozë Ramën, ky do bëj këtë, ky do bëj këtë. Por La Civita nuk ka ndikim të themi tek Trumpi, sepse nuk është pjesë e kabinetit të Trumpit. Do të kuptoni një gjë, nëse them që Suzy është bariera kryesore, sepse ajo është shefja e kabinetit, çdo protokoll kalon tek ajo, çdo ftesë kalon tek ajo, çdo ftesë që i shkon Trumpit, çdo letër që i shkon Trumpit, çdo gjë që i shkon Trumpit kalon tek ajo. Dhe ai jo më kot e ka vënë në atë pozicion, sepse është personi, po them, më i besueshëm që ka Trumpi. Dhe të gjithë lëvizjet, nëse do t'i shihni, edhe kur bëri takimin Trumpi me Zelenskin, kur vajtën dhe europianët, kur ishte momenti kur Vandelini kërkoi të bënte në foto, ishte me krah të Trumpin, ishte po Suzy që i bëri shenjat që Vandelini të shkojnë në fund të rreshtit. Pra, du ta kuptojmë pak më drejt, domethënë politikën, nuk bëhet politika në këtë lloj forme siç e mendoj, se njoh një komitet edhe unë tash duhet ta kem mirë me këtë. Pra, me që Rama mendoi, do ta shiste se vazhdojnë akoma me mentalitetin e vjetër këta. Me që është goca Trumpi dhe unë do ta kem mirë me Trumpin. Por t'ju them edhe një lajm tjetër, që sot, sepse pati shumë reagime që pse së reagoi ambasada për këtë njërën tjetrën, dhe sot po ta shihni në faqen e Ivana Trumpi ka hiq gjithë fotot.
me Ramën. Do ndalem edhe aty. Cila është arsyeja që Ivanka Trump ka hequr gjitha fotot? Dhe kjo është ajo që ju thash, dhe t'jeni të bindur që ato foto i ka hequr me urdhrin e Trumpit. Edhe pikërisht këtu është prap dora e saj, që unë them që Suzi është bariera e pathyeshme e pakalueshme. Sepse normal. Jo më kot Trumpi e quan gruaja më e fuqishme në botë. Po pra, atë po ju them, dhe unë më vjen mirë të thash që nëpërmjet kanalit tuaj kemi bërë disa herë, kemi kohë që domethënë e nxjerrim emrin e saj, në të njëjtën kohë që njerëzit nuk e dinë se kush është, sa pyesin se kush është Suzi. E kupto? Dhe sot shoh ca analistë, ca njerëz që dalin nëpër media dhe kanë filluar ta përdorin, dhe mua më vjen mirë për një fakt të thjeshtë që të bëhet publike, ta kuptojnë njerëzit, dhe Rama vetë ta kuptojë që nuk mund t'i fyesh shqiptarët inteligjencë, informacione në politika është gjë tjetër. Pavarësisht se ka një opozitë e cila ai mund t'i thotë çdo gjë asaj politike, atyre deputetëve që kanë sallë. Po kur vjen puna tek qytetaria është gjë tjetër, pastaj qytetaria ta përplas më keq se sa ata që janë aty në sallë. Dhe heqja e fotove të Ivanës nga ajo tregon domethënë që aty ka pas një reagim atë total, ashtu siç pati reagim dhe Trumpi në takimin e Davos, kur tha që janë 2-3 kryetar shtete që unë nuk dua t'i shoh me sy. Dhe t'jeni të bindur që një nga këta është Rama. Dhe Rama nuk ka pasur pikërisht, po ja u them prapë pikërisht, nuk ka pasur ftesë nga Trumpi, jo se Trumpi nuk do i bëte ftesë Ramës, ai ka bërë ftesë gjithë vendeve. Por duke parë lëvizjen, dhe ky prandaj edhe e solli me urgjenca të ligj, që të vënte emrin e tij. Kjo është një lëvizje që ai ka bërë. Dhe opozita ra viktime tyre, e tij domethënë. Dhe përdori angën sikur ky ishte personi, thash, ishte këtu në dado ky që do ta shoqëronte, i lete mbledhjet ky se ishte me Ivanka, domethënë Ivanka që ka më e rëndësishme se sa vetë Trumpi, apo më e rëndësishme se sa i bordi. Pikërisht, duke u referuar sjelljes së kryeministit Edi Rama në seancën e fundit plenare, edhe pse ju e thatë deri diku, një ditë pasi ai kishte takuar Ivanka Trump, pra vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, ai erdhi në kuvend tejet i mllafosur, tejet i shqetësuar, me një lloj revolte dhe rebelimi, dhe duke sikur gjërat nuk po ecin në vijë në këtë rast, sepse të takosh një ditë më parë vajzën e presidentit amerikan dhe një ditë më pas të shfaqesh në atë gjendje të shqetësuar, po themi, nisur nga ajo që pam në kuvend, tregon se këtu diçka nuk shkon. Dhe çfarë nuk shkon me Edi Ramën në këtë lloj raporti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Raporti thash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takimin me Ivankën, ai thash unë e kishte të stisur vetë për ta përdorur si alibi, gjëja e parë, dhe që e përdori. Dhe ajo që ishte kryesorja gjykoi se Rama do të ketë fol patjetër, se prandaj edhe e ka thirrë për një mesazh për t'i dërguar presidentit Trump, apo për një afirmitet të tij me familjen, apo me administratën, apo me këtë, do ta ketë kërkuar, dhe Ivanka t'jeni sigurt që nuk e ka marrë përsipër. Nuk e ka marrë përsipër se ajo e di që nuk ka asnjë lloj force ka shi Trumpit apo administratës Trump. Ivana nuk është funksionare, është e bija presidentit. Këta mendojnë gjithmonë, thash, këta vazhdojnë me mentalitetin e vjetër, ku njoh një në komitet unë edhe ta zgjidh këtë punë. Pra politika tribale, domethënë politika tribale me njohjet familjare. Pa tjetër, pra. Nuk funksionon në këtë lloj forme politike, se Amerika po të kishte funksionuar në këtë lloj forme, nuk do ishte kjo që ishte. Dhe këta nuk ka kuptu, këta janë parapolitik, unë prandaj u them tyre, këta janë parapolitik. Dhe këta nuk e njohin politikën. Duke mos e njohur politikën, po vetëm lexojnë atë që ai u thon, që ai u sjellin, sepse duhet kuptoni një gjë. Kur ka ardhur Trumpi në pushtet, pra Partia Republikane që zgjodhi Trumpin për të qenë president i Amerikës, është bërë një garë duket aty.
se nuk del njëri atje pa garë. Dhe kush ishin shtyllat kryesore të Trumpit? Ta bëj Amerikën e fortë të madhe, ha? Ishte lufta kundër Sorosit dhe familja. Për mbrojtja familjes. Pra lufta kundër LGBT-s njërën, po prapë që është pjesë e Soros. Dakor? Dhe me këto 3 pika Trumpi erdhi në pushtet. Po këto 3 pika nuk janë të Trumpit. Këto pika janë të konservatorëve të Amerikës. Duhet ta kuptojnë drejt njerëz. Trumpi është përfaqësues i tyre sot, po, dhe përdoret emrin e tij, patjetër. Ka dhe ai ato të vetat pastaj, por mbi këto 3 shtylla nuk mundet të lëvizit Trumpi. Po në këtë rast, po në këtë rast a mendoni se Rama i ka kërkuar Ivanka Trumpit që t'i mundsoj një vizitë në Shtëpinë e Bardhë dhe të takohet me vetë presidentin amerikan Donald Trump? Me sa e lexoj, Rama i ka kërkuar që të ketë një vizitë private me Ivanka Trumpin në shtëpinë e Ivankës, jo të Trumpit. Dhe atje pastaj ai mund të penetrojë, por përgjigja ka qenë negative për një arsye të thjeshtë tash. Ka qenë negative për një arsye të thjeshtë. Pse? Sepse Rama akuzohet, themi, për çështjen me Gonigal, pra për prekjen e sigurisë, cënimin e sigurisë të Amerikës. Dhe aty nuk të fal njeri. Aty kushdo që tjetë nuk të fal. Është kryeministri i cili komandon drogën, korrupsionin, pastrimin e parave. Dhe kur doli ai personi, e harrova emrin, i Sinaloas, që doli në Luftar Hysaj, po. Luftar Hysaj. Mos harroni se kur e kanë nxjerr Amerika Luftar Hysën që e nxorri në grada, e kanë nxjerr të shoqëruar me foton e Ramës në zyrën e tij. Pra është një lëvizje diplomatike. Pra nuk flas, por të nxjerr këtë. Ty nuk ta përmend emrin, po të nxjerr këtë fakt. Dhe po të shifni 2 deklaratat e fundit që bëri ambasada amerikane, që ishte lufta kundër kartelit drogës, komandimi i drogës nga shteti shqiptar. Tash shteti shqiptar ne dim shumë mirë që vetëm Rama e komandon, se s'ka njëri tjetër këtu që e komandon. Dhe këtë lloj loje bëri. Dhe tashmë, çfarë ndodhi? Ndodhi ajo pjesë ky arriti me makinacionet e tij, me duke e friksuar apo duke bërë trysni. Se 2 ishin momentet që Rama në parlament bëri trysni. Trysnin e parë bëri kashi opozitës, që ishte aty dhe i tha do ta votoni ose s'bo këtë punë, pra si me urdhër, dhe trysnia e dytë ishte kundër Spakut. Po ta shihni fjalimin e Ramës, në ato gulqimat, në ato ulërimat që i jep të brendshme, nuk është parë ndonjë Rama të flasë në atë lloj forme. Ai përdor atë qetësinë, cinizmin, sarkazmin, ai ka ato. Nuk them se nuk i ka. Por kur vjen puna, në atë fjalim ishte tepër i egërsuar. Ishte bastard në fjalim. Ishte shumë. Biles arriti deri aty sa e mbylli fjalimin dhe tha qenë të lejnë karvanit eci përpara. Dhe nga ky moment ai u largua nga kuvendi. Pra Rama nuk ka marrë pjesë për të votuar dhe veten e vet. Në atë ligj nuk mori pjesë. Dhe këtu ishte kurthi që i bëri opozitës, që opozita çuditërisht e votoi Ramën. Nuk votoi Shqipërinë. Leheti çfarë thon këta tash. Ta parë politikët e opozitës. Votuan Ramën, e Ramës. I dhan mandat e Ramës. Sepse edhe këta nuk din, unë në shkrimin që bëra në atë çaju kërkova, i thash, duhet bini dakord. Parimisht, ti thonit na sill statutin, ta lexojmë, ta shohim dhe pastaj të japim një votë politike. Absolutisht nuk u kërkua asgjë. Por në momentin që Rama u largua, e gjithë opozita duhet shqohesh nga sallat e tikte. Gjë që se bën. Nuk e bën. Po ndenjën aty dhe votuan, mu duk njësoj si kur votuan kushtetutën. 100%. Qofse atje ishin 120 veta, këtu ishin 110 vetë. Po 110 vetë që ishin sallë të 110 votuan 100%. Pra dhe opozita u bë palë me Ramën. Pse? Sepse përdoret
Amerika, apo Trumpi, apo ky. Dhe dinjiteti kombëtar ka unë e kam deklaruar dhe prapë deklaroj, nuk kam problem. Ta përdorën tradhti kombëtare. Të gjithë, pa përjashtim, kush ka qenë atë sallë. Sepse nuk ka absolutisht asnjë lloj momenti nuk është parë dhe ata nuk dinë absolutisht se çka kanë votuar. Po nuk mund të votoj një shtet i tërë, nuk mund të votoj qorrësi. Pa lexuar asnjë rresht. Aq më tepër që marrëveshja do duhet të ishte e firmosur në Davos së bashku me presidentin amerikan Donald Trump dhe më pas do duhet cilën në Shqipëri që të bëjë ratifikimi i saj. Patjetër, po e parë që ky nuk është pjesë e stafit, atij grupit nismëtar. Gjë e parë. Dhe këtë duhet kishte thënë. Opozita këtë duhet kishte rruar. Në këtë kohë këtu po firmoset ajo. Ai staf, domethënë, drejtues, po e firmos. Ky vendim pse duhet vi këtu? Ky ligj pse duhet bërë sot? Nuk ka pse bëhet sot, ka kohë. Janë shtete të fuqishme, të cilat kanë thënë, ne do ta shqyrtojmë, do ta shohim, do ta lexojmë statutin e këtij, se ka i statuti rregullor, ka një gjë. Të krijosh një shoqat, çfarë lloj shoqati ta krijosh, duhet një statuti, një program, një komision nismëtar, do ta çosh në gjykata pastaj do të thrasin seancë. Po as bordi i paqes nuk është formuar plotësisht. Më fal, po pikërisht pra, a është përputhje me kushtetutën? Pra, nëse unë marr bëhem pjesë e një shoqate, unë duhet lexoj statutin. Dhe kjo shoqat, nëse merr volën gjykat, kjo është edhe gjykata thotë, gjëja e parë që thotë, a përputhet me kushtetutën shqiptare? Apo nuk përputhet? Tashti, kjo prandaj po them që ky u nxitua vetëm për të marrë një mandat. Dhe unë të thash Ramës i dhat një mandat, i dhat edhe imunitet tjetër, përveç atij deputetit dhe të kryeministit, deputetit që ka sot, ju i dhat dhe një mandat ndërkombëtar. Domethënë, kryetarit mafjas ti dhe një mandat ndërkombëtar, e votove ti. Dhe kjo mund ngjan njësoj me atë se ne do dalin e do justifikohen, jam i bindur, dhe do dalin, do bëjnë njësoj si që ndodhi me Shabanin. Që e votuan, e firmosën, e bën, dhe pastaj thënë jo, po se si ishte për këtë, po ishte për këtë. Dhe tani t'jeni të bindur, do dalin, do thonë, jo, po se ne votuam Shqipëri, nuk votuam Ramën. Në të kohë që ligji është me emër nominal, Edi Rama, përfaqësuesi i Shqipërisë në këtë organizat. Dhe nuk thot kryeministri. Se këtu do të ishte dallimi. Duhet të bësh kryeministri i Shqipërisë, pra kushdo që të jetë kryeministri ti je përfaqësues, jam dakord, po jo me emër nominal. Zoti Merkoçi, midis tjerave, Edi Rama tha se mund të ketë një vizitë në Shtëpinë e Bardhë gjatë fjalimit të tij në Kuvend. A mendoni se kjo ishte thjesht një shashk politike apo vërtet Edi Rama e ka siguruar një vizitë në Shtëpinë e Bardhë përmes vajzës së Donald Trumpit, edhe pse tham që është shumë e vështirë që ajo të ketë marrë përsipër një nismë të tillë? E para që Rama, nëse kërkon tikit në Amerikë, marrë ty bira avionet e tikit të aprovoj, tikit dhe, se ka hike edhe për qef. Gjëja e parë. Gjëja e dytë, Rama, nëse do iki në Amerikë, do iki për të dhënë atë që e kam deklaru dhe nuk e lëshoj deklaratën time. Rama mund t'i në Amerikë vetëm për dalë para drejtësisë amerikane. Dhe jo për vizitë zyrtare, në mënyrë absolute, Edi Rama e ka të prerë biletën për vizitë zyrtare. Jo vetëm Rama. Unë u thash, të gjithë politika shqiptare. Dhe sot jemi në një ngërç. Akoma nuk e kuptoj që politika në Shqipëri është në një ngërç. Sepse ndërkombëtarët nuk po dinë më me këtë flasin. Me këtë komunikojnë. Ju keni parë deklaratën që bëri për pavarësi. Uro popullin shqiptar. Deklarata për zgjedhjet. Uro popullin shqiptar. Më falë. Po nuk ka këtu institucione ky shtet. Te ajo e pavarësisë kërkonte edhe luftën ndaj karteleve të drogës. Po. Gjë që s'ka ndodhur më parë.
Edhe herë, në të gjithë deklaratat futet lufta drogës, jemi në bashkëpunim me drejtësinë, këto janë retorika që janë fut tashmë në çdo lloj deklarate. Po çfarë mesazhi kërkohet të jepet në këtë rast, sepse ky është një element shumë i rëndësishëm për të parë në fakt, sepse ambasada amerikane dhe gjithë politika zyrtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke përmendur këtu sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, në vazhdimsi e kanë potencuar këtë lloj mesazhi dhe këtë lloj kërkese luftën ndaj karteleve të drogës. Ndërkohë del nga ana tjetër Edi Rama, i cili thotë se unë i kam mirë marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke u referuar ftesës së fundit, por edhe vizitës së vajzës së Donald Trumpit. Domethënë, çfarë po ndodh në këtë rast? Çfarë do të thotë? Nuk e di se ç'do të thotë që Viga Kalamani presidenti takon nga ty dhe që ka marrëdhënie shtetërore. Kjo është skandal. Pse i ka sjell një ftesë Shqipërisë, jo Ramës. Shqipërisë. Kjo ishte loja Tony Blair, po ju them edhe herë. Tony Blair e ka bërë këtë, që ka vuar emrin e tij. Se normalisht duhet ishte në emrin e presidentit, ashtu siç kanë qenë gjithë vendet e tjera. Po Tony Blair duke qenë edhe pjesë e kësaj, ka bërë këtë lloj hilje. Se dhe Kosova është republikë parlamentare dhe nga ana tjetër, po. Janë gjithë vendet e tjera që janë republikë parlamentare. Po pse Italia nuk është republikë parlamentare? Po. Por tash më vjen keq. Franca njërën tjetër, por kanë potencialet e tyre politike, përfaqësimet e tyre politike. Mirë po, një njeri që ti po e quan për kartelet të drogës, për pastrim parash, e ke akuzuar për cënin të sigurisë të NATO-s dhe të Amerikës. Më fal. Si mund ta ftoke ti dhe pas ka ky marrëdhënie të mira? Kur të gjithë organizmat fundi vitit për Ramën ka qenë tmerr. Sepse asnjëri nuk mori dhe tha, "Ore, erdhi kjo." Po mirë, po si është e mundur ku me 25 dhjetor Kushner dërgon shkresë zyrtare dhe thot pezulloj investimin në Sazane edhe në tjerë. Atëre, më fal, po si është e mundur që ai e pezullon deri në fund vitit 2026, thot tekstualisht, dhe vika në janar, vika pikërisht për këtë. Dhe pse u thash që është një takim i stisur nga Rama, i paguar, mirë paguar nga Rama, për të qenë ajo këtu. Dhe pse nuk u shoqërua ajo me Kushnerin kur vajti në zyrën e Ramës? Që duhet ishte shoqëruar, se kur bëjmë vizitat, si e leka burri, e leka grum vetëm. Me Dadon. E shoqëro ka Dado. E merr ka Dado e shoqëroka. E dil ka ky kryeministri tu e prit këtu bëhet pompozi. Pse? Për t'i hedhë i syve. Se thash, se ra viktime dhe opozita. Se ngreti kartonin në opozita, kjo është kulmi, do të thonë. Kjo është kulmi. Që opozita bie apo shkon në linjën e Ramës. Veprimet që bën shkojnë në linjën e tij. Dhe s'ka lidhje fare kjo. Dhe përgjigja më e mirë e të gjithë atyre që unë kam fol, apo të tjerët kam fol, për sa i përket që kemi kundërshtuar këtë lloj forme, ishte heqja e fotove nga pagja e Ivankës. Ka bërë vetëm disa story, domethënë mbi Bregdetin shqiptar. Jo, që gjithë. Dhe konkretisht Sazanin. Po pra u zhdukën gjitha. Pse? Se po t'ishte duhet i mbante. Po pra, sepse ka pas ato urdhrin atje. Pse Edi Rama nuk e ftoi në parlament që Ivanka Trump të mbante një fjalim, qoftë edhe në mënyrë simbolike, pa pasur një përfaqësim politik apo zyrtar? Nuk mundet tash deri në këtë pikë, nuk mundet, sepse vërtet ajo është fëmia e presidentit Trump, nuk është më të këmbë si e Trumpit. Kuptojmë drejt. Amerika nuk funksionon në këtë lloj forme. Se po ta thirrë në parlament, mos harroni se duhet ishte edhe e dërguara ambasadës amerikane në Tiranë. E pa gjë ju që e shoqëroi ajo, pa ty që takoi ajo.
Jo, kisha ardhur me disa arkitekt, siç u tha. E pat juve, sepse që po përshtypje të gjithë to që e kanë analizuar. Pse nuk bëjnë përshtypje që kur ishte në inaugurimin e një kompanie amerikane, ajo ndodh aty, pavarësisht kanë loja që bën Rama në sekondën e fundit që shkoi me gjithë Belinda Ballukun, por u ndodh aty. Dhe si është e mundi, vika për një investim. Pikërisht goca e presidentit dhe ambasada nuk duket kërkundit. Nuk ishte në asnjë vend. Dhe mo të guxonte ky ta thriste atje në parlament. Absolutisht. Po nuk do ta pranonte ajo ja. Ai edhe mund ta ketë ftuar. Ajo s'ka pranuar, ti je i bindur që s'ka pranuar. Dhe nuk do ta pranonte, dhe po ta mbonte këtë ftesë nuk e pranonte. Se nuk shkon niveli deri aty sa e llogarisin këta. Se vërtet ajo nuk është atje, po pozicionet i mban edhe çdo komunikim ajo e ka. Do me thonë atëherë ka ardhur si turiste edhe për të promovuar bukuritë shqiptare. Ka ardhur thjesht e ftuar nga Rama për një darkë. Dhe të gjithë shpenzimet i ka Rama. Do me thonë për ty... Ka qenë Greqim, valla. Me pak fjalë... Që të erdhi këtu, erdhi një vizitë zyrtare pompoze njërën tjetër. Qa bërë Rama? Rama nuk e deklaroi, po qa bërë? Ngrejti gjithë shtetin në kom, ngrejti gjithë policin, dhe shoqëroi gjithë policia me eskort. Ivanka ka qenë edhe herë tjetër në Shqipëri, në shul mes restorantit, ka hëngër drek, dhe s'ka pas absolutisht asnjë lloj problemi se s'ka njoh njeria që është ajo. Se nuk është person publik. Nuk ka funksion. Po ky e bëri gjoja të fshet, po nga ana tjetër nxorri gjithë policinë, myti Vlorën me polici, me makina shoqërimi, shkoi edhe vet, dhe gjoja kjo ishte loja që bëri Rama. Rama në mënyrë kategorike, për ju them edhe herë, Rama në mënyrë kategorike nuk e kalon oqeanin. Rama në Amerikë nuk shkon. Shtëpi të bardhë, Rama nuk arrin do të takoj rojen e shtëpisë së bardhë, do të takoj njëri në administratës Trump. Ta harroj një herë për gjithmonë. Rama mund të shkojë në Amerikë vetëm para drejtësisë amerikane. Nëse shkon, do shkojë para drejtësisë amerikane. Kjo është taksative. Unë nuk di se kur. Unë sa herë më shpyetur, unë kam thënë data, nuk di gjë, se di unë se kur e ndodh. Por e vërteta është që Rama, jo vetëm Rama, po të them, nuk e kalon dot. Ta harroj. Sa i përket qëndrimit që pati presidenti amerikan Donald Trump, ku deklaroi në Davos se janë 2-3 lider të tjerë që unë nuk i duroj dot dhe nuk i shoh dot këtu, a mendoni se një prej tyre mund të ketë qenë Edi Rama në perceptimin ose në vetë ato çfarë ka dashur të thotë Trumpi, edhe pse ju e thatë pak a shumë pak më parë? Në lëvizjet politike apo diplomatike u lut me Vjosa Osmani. Unë kam thënë që gjithë vëmendja ka shku në Kosovë. Dhe për të qenë pjesë, qoftë edhe e kashillikut të serbëve, qoftë edhe për të thënë që ishte Shqipëria në tavolinë. Pra ta konsiderojmë Kosovën edhe Shqipërinë, se Kosova e Shqipërisë, domethënë pjesë krajinë e Shqipërisë. Dhe u lut në këto dy forma, në të njëjtën kohë që ajo që Trumpi e deklaroi që ta ka lider që cilët unë nuk dua t'i shoh me sy. I pari është Rama që nuk do ta shohim me sy. Jeni të bindur për këtë. Thash edhe herë. Nuk e diskutoj këtë pjesë. Dhe thirrja Vjosa Osmanin pastaj tregoi që ai veprim tregoi që ti nuk je në këtë tryezë. Nuk mund të firmosi Rama me Trumpin në një tavolinë. Dhe po ta veni re, të gjithë lëvizjet që Rama është munduar të bëj, ka qenë takimi që u bë i NATO-s, ku sekretari i përgjithshëm i NATO-s në atë takim mori vendet e Ballkanit dhe Ramën kryesisht, se për Ramën e boni ai atë, dhe ja dërgoi Trumpit për t'i prezantuar gjoja vendet e Ballkanit,
Në atë moment Rama u bë shenjë dhe Rama ka hikur, e keni të filmuar. Rama është shkëputur nga grupi dhe ka hik, sepse u bë shenja Ramës për t'u larguar. Nuk mund të pranojë presidenti i Amerikës një person i cili tallet, bë barsaleta, bën sarkazma me vetë emrin e presidentit. Dhe këto lloj deklaratash që ai ka bërë, siç e bëri me Macronin, të stisura, të bëra gati për t'i bërë këto. Këto nuk mund t'i ka përcej dot një njeri. Vërtet, herën e parë, ai e bëri. Se ka dhe të mirë, ai i bën, pastaj i lëpin. E kupton? Se nuk mundet, se është edhe paradoksale. Domethënë, ti del dhe i shan babën dhe gocën e thret për darkë, te i shan babën. A ka qenë Rama që ka thënë që Trumpi është e keqja e botës dhe do jetë prishja e marrëdhënieve Shqipërisë me Amerikën? Në CNN, po. Po pra, ky ka qenë, e ka bërë publikisht, nuk është se po them unë po e sajoj. A ishte ky që u tall me Macron dhe Macroni kërkoi falje Trumpit për atë, se u dha në media. Nuk është se po e them unë nga kanale të tjera. U dha dhe media. Që kërkoi falje. Po për të gjitha dhe ky sa herë ka bërë një goditje ndaj tij dhe prandaj them që Rama është më i padëshirueshëm, sepse ata e dinë shumë mirë që Rama, atë që unë ja u kam thënë, është portavoce e Sorosit në Europë. Dhe Rama është i dërguar nga Sorosi. Por çdo deklaratë që bën Rama kundër Trumpit janë deklarate të Sorosit. Kjo nuk ka diskutim, se një kryeministër tjetër nuk i bën këto deklarata. Dhe në mediat e botës, qofse vute re kur u tall me Macronin, mediat e botës dhe në Amerikë, opozita sidomos në Amerikë, për çfarë përdori, si tha, deklaroi që tha, një kryeministri i Shqipërisë tallet me Amerikën sepse është Trumpi president. Pra, ata e përdoren politikisht. Pra, vetë të bëjnë. Po kush mund ta bënte tjetër atë lloj deklarate përveç se këtij psikopatit? Si po do të? Unë pse e quaj këtë minuk korridoresh? Sepse ky bën këto lloj filmash. Mundohet të futet sa ne këtej, si ata mi. Pra ne them këtij minuk korridoresh. Dhe ky vërtet është një minuk korridoresh që mundohet të shkojë të gjejë ato brimat për të bërë këtë, për të bërë atë vetëm e vetëm për të qenë. Për të arritur atë qëllimin e vet, po nuk e arrin dot. Ka ngel sharra ngosht këtu. Dhe për ne them që ky e ka taksative vdekjen politike. Se po të shofësh edhe Europa nuk po afrohet më me të. Nuk po ka mund ndonjë, e keni pa Melonin më me Ramën? S'është. Pse? Sepse gjithsekush tërhiqet pastaj. Fillojnë tërheqet gjithë. E shohin se si po reagohet. Themi, është presidenti botës. Në një farë mënyrë. Ai tjetër nuk ta pranon, sado, po nuk ta pranon. Misi mund të ketë me ty, po nuk ta pranoj atë pjesë, se luajnë politikisht. Dhe politikisht dhe diplomatikisht ata se pranojnë dhe pranoj ka fillu dhe distancimi me europianët. Zotë Merkoçi, duke analizuar gjithë, po themi, panoramën e ngjarjeve që kanë ndodhur deri më tani, por edhe ato çfarë po ndodh mes Edi Ramës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni se do të ketë një moment që Amerika nuk do t'ja harroj dosjen e Charles McGonigal dhe do shkojë te kjo pikë me hira me pahir, qoftë përmes spakut në Shqipëri, qoftë edhe duke e thirrur atje? Unë kam thënë Rama do ta zgjedhë se ku do e bëj burgu, do e bëj në Shqipëri apo në Amerikë. Po që Rama në Amerikë, jo vetëm për dosjen me Gonigal. Ka dosje për Sinaloa, që është hapur në Amerikë tashmë. Dhe po ta bëni re, ishte rasti i parë që Departamenti i Drejtësisë amerikane boton një dosje në faqen e saj zyrtare, një dosje siç është dosja me Gonigal me emrin e Ramës. S'ka ndodhur ndonjëherë. Por Rama do shkojë në Amerikë dhe do t'japi
Domethënë llogari para drejtësisë amerikane nuk diskutohet, edhe sikur Rama të merret edhe të dënohet në Shqipëri apo të ngrihet akuza në Shqipëri. Në dosja me Gonigal do dali dikur. Por ajo që është më e keqja është cënimi i sigurisë Amerikës apo edhe i Shqipërisë. Është një nga pikat më kryesore. E para herë që kemi sigurim sepse ky është i lidhur me agjenturën kineze nëpërmjet një kompanie të cilën e ka ndërtuar në Francë dhe nga Franca e kanë çuar në Amerikë. Dhe kjo lloj kompanie ka bërë atë që e ka vënë këtë në këtë lloj gjendje që është sot. Pra zbardhja e saj. Pjesa tjetër është Porti i Durrësit. Porti i Durrësit ju kam thënë që Porti i Durrësit do i haj kokën të gjithëve. Do i haj kokën të gjithëve për një arsye sepse ka prekur sigurinë e NATO-s. Pra të gjithë aferat që janë në Durrës, të gjithë makinacionet që janë në Durrës, mënyra e ndërtimit të atij porti që është në Durrës, që ai ka bërë një krim për sa i përket kulturës shqiptare, se ka qenë një kish aty dhe e ka shëmbur, dhe as më vjen keq që opozita nuk flet fare për këtë. Dhe mënyra e ndërtimit të atij porti, pozicioni i atij porti, dhe ata që janë aty brenda në atë port, qoftë duke përfshirë edhe këtë Alabari. Dhe këtu është prekur siguria e NATO-s, sepse përsupozohesh në atë port që duhet të ishte 82.000 hektarë është 30, në 82 ka vaj 30. Pretendohesh do vinte flota apo anijet ushtarake të NATO-s për të ankuruar. Dhe nuk mund të ankurohen në një port ku janë shumë agjentura brenda, pavarësisht se fshihen me investitore njërën tjetër. Atë që kam thënë që edhe Sazanin nuk e bëjnë dot, dhe nuk do ta bëjnë dot, nuk do ta bëjnë as Vërnecin as Sazanin, pavarësisht nga vizitat e njërën tjetër në trumbetimet që bëjnë, as Vërneci as Sazanin nuk do preken. Jo se nuk do preken se nuk e marrin, por gjithë problemi bjen të paraja, ku do dalin parat. Parat e hedhura që do bëhet ky ndërtim, 2 miliard dollar. Kush i ka? Ivanka i ka, si ka. Trumpi mund i ketë, po jo Ivanka. Trumpi s'ket lek për Londrin. Londri vetë si ka. Atëherë kur janë? Atëherë ky njeri që po flitet për pastrim parash, për drogën, për korrupsionin, për këto janë parat e këtij, dhe ky është i lidhur me grupet siç është Sinaloa apo grupe terroriste të tjera marksiste leniniste që ndodhin nëpër botë, që përdorin drogën. Dhe për ne them nuk e bën. Kështu që në këto kushte jemi. Por Rama do të japi llogari ose në SPAK ose në Amerikë. Po në Amerikë unë them se do ta japi se s'bën një llogari, pa ajo që është e keqja është se opozita shqiptare ngrek gjithmonë opozita shqiptare nuk është e aftë politikisht, e përgatitur politikisht në radhë parë për të bërë rrëzimin e tij. Me të gjithë këto ndodhi që kanë në Shqipëri, me të gjithë këto, domethënë të kesh zëvendës kryeministrin të pandehur, vetë emri i Ramës del në çdo nyje gardiani që ndodh në Shqipëri, nyja gardiani është Edi Rama. Fije të gjitha çojnë te Edi Rama. Qoftë Skaj Kroçati, qoftë dosit që janë hapur në SPAK. Por kemi një opozitë apatike, me ca kalamaj atje. Se ja u kam thënë edhe herë, Brezi 30 vjeçar është ai që ka shkatruar këtë vend dhe do ta shkatrojë këtë vend. Nëse vazhdohet akoma merr me politikë Brezi 30 vjeçar. Zoti Merkoçi, po. Zoti Merkoçi, të ndalemi pak tek seanca e fundit e gjykatës kushtetuese sa i përket çështjes së Belinda Ballogut, kur shqyrtua ankimi i kryeministit Edi Rama në raport me këtë çështje, dhe nga ana tjetër prokurori i SPAK-ut ngriti shqetësimin se Belinda Balloku në kushtet aktuale që ndodhet mund të prish provat, mund të intimidoj persona, mund të krijojë rrethana të atilla të pabarabarta mes operatorëve të ndryshëm në treg, por nga ana tjetër edhe mund të arratiset nga vendi. Në këtë rast, çfarë po ndodh mes drejtësisë, Edi Ramës dhe Belinda Ballokut? Në fjalimin që Rama mbajti, tregoi hapur që të gjithë pushtetin, pra, të gjithë pushtetin e tij ai e ka në dorë. Përveç SPAK-ut, BKH-s dhe SPAK-ut.
Prandaj thash në fjalimin e tij, ai në çdo fjali kishte spak. Dhe ky ishte presion i hapur ka shi spaku. Në dytën kohë ishte presion edhe ndaj gjykatës kushtetuese. Se ishte e njëjta situatë. Zhvilloi seanca. Në seancë gjykatës kushtetuese u pa qartë, qoftë përfaqësuesi i presidentit, i kryeministrit, i parlamentit, ishin në një linjë. Pra, mbrojtjen e kishte një linjë, një dorë e shkruar. Ajo që prokuroria i qëndroi strikt dhe argumentoi ishte ta mbledh vetëm një fjalë, përfaqësuesi i Spakut, bëri deklaratën dhe tha Belinda Balluku ka tentuar të ndërhyjë proces dhe të prishë provë. Kjo ishte e gjithë thelbi i asaj mbrojtje që bëri Spaku. Me të drejtë, duke thënë që marrjen e pasaportës dhe pezullim nga detyra, unë e kam në ligjen kushtetutë. Dhe realisht e ka. Dhe ja kanë dhënë vetë të drejtë. Dhe këtë të drejtë që i kanë dhënë vetë, mirë po pezullimin, ai nuk do ta marrë për rojën. Pezullimin do ta marrë për ata që kanë mandat, që kanë imunitet. Do ta marrë për sekretarin e përgjithshëm, supozojmë, do ta marrë për një ministër. Se ai s'ka për ta marrë për rojën e derës. Dhe në këtë rast, Rama po luan me çdo kusht për të shpëtuar Belinda Ballukun, ose për ta shtyrë sa më tepër dhe do të shihni ajo që e kam deklaruar që Rama do sjelli në parlament tashmë, do sjelli për ndryshimin dhe heqjen e kompetencave, disa kompetencave të Spakut, ja? Dhe duke pretenduar për ta futur në lojë edhe opozitën që ta votoj, keni të bindur për këtë, do çoj dosjen e 21 janarit. Do ta çoj që do ta gjykoj prokuroria e përgjithshme, jo Spaku. Dhe prandaj dolin atje ai dhe tha edhe për ndryshimin kushtetues, të ndryshojmë kushtetutën. Pra ne tash na ndryshojmë edhe kushtetutën. Po në këtë rast a mund t'ja lejojnë amerikanët këto lëvizje Edi Ramës, duke qenë se disa herë ai pati një lloj lehtësimi kur tha që amerikanët ikën nga Spaku, qoftë përfaqësues të DEA-s apo të FBI-s, dhe më pas duket që është tërhequr nga kjo gjë sepse ata u rikthyen sërish aty. Dhe në këtë rast a mund t'ja lejojnë amerikanët një gjë të tillë teksa kanë dhe vetë përfaqësuesit e tyre, qoftë të FBI-s apo të DEA-s? Ai u kënaqi, siç u kënaqi gjithë politika shqiptare, apo gjithë strukturat e shtetit shqiptar, kur Spaku hiku dhe doli me zë dhe me figurë dhe tha që hiku, tash i tha Amerika, tha ju, dhe tha që hiku Amerika njërën tjetër, dhe gjithë ishin në unison në këtë pikë, me hikjen e FBI-s. Rikthimi i FBI-s, se jemi i vetmi vend, jo në Ballkan, por në Europë, që ne kemi FBI prezent, në një institucion si që është Spaku. Dhe rikthimi, jo më kot ju thashi, në fjalimin e tij ai kishte gjithë luftën kundër Spakut, pra luftë kundër Amerikës. Lufta kundër Spakut është luftë kundër Amerikës. Sepse kanë investuar aty brenda, nëse ju kujtohet, Dumanin kur ka qenë në parlament e deklaroi pothuajse hapur fare. Ne tha, të gjithë veprimet i kemi në bashkëpunim me FBI-n dhe DEA-n amerikan. DEA nuk e ka përmend fakt, FBI-n. Jemi me FBI-n në bashkëpunim të plot. Po mirë, më fal, gjithë të investime që po bën dhe këta të BKH-s që bën stërvitin, bën ato trajnimin që bën ata. Tani shpejt e bën. E bën për t'ia lënë Ramës në dorë. Absolutisht, por ky thash, të vetmin duke mos pasur këtë, pra ne u përmend atë që dosin e 21 janë, do përdori dosin e 21 januarit për t'i heq kompetencat dhe për t'ia kalu prokurorisë përgjithshme. Dhe në këtë moment kapin në ngërç opozitën për ta votuar. Ma kuptoni drejt se çfarë është luajt ky?
është të lujtisoj si me atë që thot do ta prish televizionin shtetëror dhe në të njëjtën kohë ka ngritur një projekt për të bërë parlamentin një televizion. Pra t'japi ato që do ai, propagandë. Pra ta prish këtë se të ndërtoj këtë. Pra t'ja heq këti, t'ja jap këti që dua unë, se këtu e komandoj, këtë nuk e komandoj, do t'a i tregoj hapur që SPAK-u nuk e komandon. Nuk e komandon SPAK-u. Dhe fjalimi ti ishte, thash, çdo fjali kishte emrin e SPAK-ut në çdo fjali. Presion i hapur kundër Amerikës. Po mos harrojmë se ka bërë dhe edhe paqen fiskale. Ka miratuar edhe paqen fiskale. Do shofa do ta çojë opozitën në gjykatë kushtetuese? Se Amerika ka qenë kundra. Para 4 vjetësh kur ky kërkoi ta bëj, Amerika doli kundra. Ndërsa kësaj radhe doli kundra dhe BE-ja, doli kundra FMN-ja. Po të lexoni raportin e FMN-s të 2025-s, fundit 2025-s, kur ka raporti është i nxirr. Është njësoj si raporti i vitit 1996. Identik, mos sikur e kishte po fotokopje. Vetëm i kishte ndryshuar datë. Për ne po them, ky do luaj çdo lloj loje, do bëj çdo lloj mënyre për të shmangur SPAK-un. Dhe jo pa qëllim tha që ne kemi 83 vota dhe ne e mbrojmë SPAK-un. Çka do të thotë? Ta përkthesh nga ana tjetër. Çfarë i tha? I tha që pra jam unë këtu me votat e mia, unë marrë dhe të opozitës edhe të shkri. Dhe këtu e kishte gjithë synimi ti ky është. Dhe prandaj mundohet mos ju duket çudi se atë gjykatë kushtetuese ata 5 gjyqtarë ai ka të kapur. Se janë Sorosit ata. Me Gendi Ibrahim e kompani. Dhe ju mos dukeni çudi kur gjykatat kushtetuese të luajnë ai lojë. Kush është loja? Ta qëjmë të Komisioni Venecias. Ta qëjmë Komisioni Venecias, thot gjykata kushtetuese. Për interpretim. Dhe ta shtyp. Dhe sa ky të bëjnë gjithë mënyrë për të bërë një makinacion tjetër. Po, zoti Merkoçi, ju thatë se Edi Rama dhe me të drejtë është nyja gordiane që duhet kputur nga ana opozitës. Dhe sot në orën 17 opozita del në shesh përpara kryeministrisë një protestë kombëtare duke kërkuar pikërisht rrëzimin e Edi Ramës. Në mënyrën se si po proteston opozita në ndërtimin e Sali Berishës, a mendoni se mund ta rrëzoj vërtet Edi Ramën apo do të vijoj atë muzikën që tashmë e kemi dëgjuar të gjithë që proteston 2 orë dhe më pas largohet? Mund protestoj 2 orë, mund protestoj 3 orë, mund protestoj 5 orë, nuk ka asnjë lloj rëndësie. E rëndësishme është që partitë politike e para herë që nuk bëjnë protesta. E dyta, ka thirrë një protestë kombëtare dhe nuk ka dhënë as i kaos. Sepse Rama hik nuk është kaos. As qeveri teknike nuk është kaos. Ti duhet të ngresh një kaos për ta detyruar Ramën. Me qeveri teknike dhe me Rama hik nuk e detyron dot. Pra, nuk ka një kaos, nuk ka një alternativë. Dhe aq më tepër që është parti politike. Nëse keni vënë re deklarimet e Berishës, se nuk po flas për këta repetitorët pastaj që dëgjojnë Berishën edhe dalin nëpër media, se këta s'kan asnjë lloj vlere. Asnjë lloj nuk kanë, deputetët janë zero infinit. Por deklarimi i Berishës kush është? Që ne nuk marrim qeveri me dhunë, sepse i kujtohet 98-a. Dhe pjesa tjetër, ne do bëjmë revolucion paqësor. Tash gjithkush i kanë lexuar, nga historia, nga ato, i kujton Gandhin. Gandhi vajti 30 vjet revolucioni Gandhit, që u quajti revolucion paqësor. Dhe megjithatë prapë pas 30 vjetësh ishte vetë sistemi që ra. Jo se hodhi Gandhi. Po Gandhi është njësoj sikur shtresa jonë, reakcionarëve, kulakët, bërgjetë që u përmbysëm, në 90 themi, ne bëm një revolucion paqësor 45 vjet pastaj e hudhëm sistemin. Pra, presin shqiptarët një 30 vjet që Berisha të hudhi Ramën.
A ka kuptim kjo? S'ka kuptim. Por çfarë ndodh? Ajo që unë kam thënë, opozita ka marrë përsipër. Le ta gjej mënyrën, po jo kjo, nuk është kjo mënyrë për të hequr Ramën. Por këta duke dashur me u bërë faktor dhe për të ndënjur në skenë si që rria i tjetër, Meri Karrike, rria dy se ka zonë radhë me u bërë kryeministër, nuk funksionon kështu politika. Njëri e ka tonën, tjetër e botmarën, tjetër mërkurën, tjetër tenin, tjetër premtin, tjetër shumë, gjithë javën e zenë, partit zenë me bë protest. Nuk bën partia politike protest, asë revolt. Nuk i bën. Nuk rrëzojnë partit politike, nuk rrëzojnë qeveri. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në një vend botës. As në Shqipëri nuk ka ndodhur. I vetmi që është hedhur me protest, me revolt, është hedhur nano në 91-shin. Qeveria e fundit, pas fitores marsit të 91-shin, ku partia e punës i fitoi zgjedhjet, dhe qeveria ishte qeveria e Partisë Punës, i vetmi që u hoq me revolt popullore, dhe këtë e hoqi sindikata, atë që këta se përmendin kur, se i shkatrun sindikata. Edhe momenti që u hoq me atë lloj revolte dhe që bëri sindikata që bllokoi gjithë Shqipërinë, që në nano u detyruar me dhënë dorëheqjen. Mas 91-shit, jemi në 2025-ën, më gjeni një rast kur është quar në revolt dhe është rrëzuar qeveria. Një rast të vetëm. Nuk ke asnjë rast që është bërë kjo. Absolutisht jo. Nuk ka. Dhe aq më tepër me një revolt paqësore. Aq më tepër me deklarimin që del Berisha thotë, do e bëj me vota, por me Ramën nuk e bëj. Se me Ramën nuk fitoj. Në kjo është një slogan i cili demoralizon njerëzit. A ka i skenar Berisha? A ka i skenar Berisha se si... Ka një sken tjetër që fitohet me Ramën. Edhe në zgjedhje, edhe me atë kod. Fitohet edhe me atë kod fitohet. Po sot a ka i skenar në protest? Po kauzë, jep alternativën, jep frymën këtë qytetarë. Po me njerëz të cilët janë humbës linear, dhe ti i merr i ve prap aty, dhe ti i rreshton prap i mamas vetës, me njerëz që nuk din njëherë dalin edhe thonë, qofse e keni dëgjuar edhe në media çfarë thonë. E tha Berisha, se ka thënë Berisha. E tha dhe Berisha. Pa, këta janë repetitor. Repetitor të fjalëve të Berishës. Po në protestët, po. Zoti Merkoçi, do dali me numra. A ishin 100, a ishin 200, a ishin 50, a ishin 3000, a ishin 100.000. Ç'a vlerë ka numri? Zoti Merkoçi. Po, Zoti Merkoçi nisur nga informacionet që ju mund të keni, apo dhe mënyra se si opozita i ka zhvilluar protestat deri tani, a mendoni se ka një skenar caktuar ditën e sotme në protestën e sotme për të rrëzuar Edi Ramën, për të bërë diçka ndryshe nga herët e tjera? Po nuk ka asnjë lloj proteste, një protestë e cila del me podium, një protestë e cila dalin me letër, lexojnë letrën. Pra, edhe ata që dalin edhe flasin nuk japin, nuk prodhojnë gjë. Se duhet burojnë nga shpirti. Duhet dali vetë fjalën, nuk ka nevojë protestë me qit letër. Kam drejtu protesta unë, nuk kam qit ndonjëherë letër me lexu letrën. Ora më del burimi, del vetë. Dhe ajo i jep frymën protestuesit, ajo i jep besimin protestuesit. Po qofse ti del edhe lexon letrën, ti e ke përgatit letrën. Qa proteste është? Aty dalin gjithë me letrën. Dhe kjo protest do shifti që gjithë, se dhe mediat këtë kanë, gjithë do fokusohen ke Berisha. Të gjithë do fokusohen ke politika. Qytetarët do rrinë të hongër fare luledile, se s'kon që apojnë tjetër. Në një protesti nuk ka frym, nuk ka entuziazm, nuk ka nerv. Protesta duhet të ketë nerv. Nuk është problemi se hodhit 2 molotov, më hodhim me 2 molotov, nuk nxjerrin gjë ato 2 molotov. Hodhe edhe 10 po desh. Nuk të nxjerrin ata, nuk të bëjnë dot gjë. Ato e me tregu
që ja dhe ne e bëm. Po ky shiku. Dhe të kesh kauzë, kush është kauza, kush janë kërkesat që i drejtojnë Ramës? Rama ik nuk është kërkesë, qeveria teknike nuk është kërkesë, atë e ke kërkuar në parlament. Në zgjidhjen parlamentet. Revolta ka gjë tjetër, protesta ka gjë tjetër. Dhe për ne i bëjmë protestat, gjithë botën i bëjnë sindikatat. Vetëm ne i bëjmë parti. Dhe kanë mësuar këtë popull që duhet të dalin në protestë vetëm kur i thret partia. Sepse e hoqin nervin e sindikatës ta. E shkrin sindikatët, i përdoren, i kthyn leva partije, se kanë hallin e pronave. Se janë pronat të vjedhura nga sindikatët. Po në bashkëpunim me politikët. Për ne nuk presh të një gjë ndryshen nga të tjera. Do priça gjë ndryshen, nëse do të kishte një organizim tjetër, do ta organizonte dikush tjetër. Dhe opozita patjetër do ta mbështeste, po jam dakord. Po kur del i pari, del politika në krye të kësaj, nuk ke absolutisht asgjë. Ti jeni të bindur për këtë. Zotë Merkoçi, po. Zotë Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.